dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kisha 600 vjeçare e Shën Nikollit po shkon drejt rënimit. Monumenti i kulturës pret prej dekadash restaurimin që nuk po vjen. Kisha e Shën Nikollit në Krutje, një nga objektet më të vjetra të kultit në Myzeqe dhe ndërtuar rreth viteve 1400, po shkon drejt rënimit të plot. Kisha është shpallur monument kulture e kategorisë së parë që prej vitit 1967 dhe është ndër të vetmet që nuk është restauruar, me gjithë vlerat e mëdha shpirtërore e kulturore që përfaqëson. Restaurimi i saj i fundit daton më shumë se një shekull më parë, në vitin 1922. Koha ka lënë gjurmë të thella në strukturën e kishës. Nausi, afresket murale të realizuara në periudhën 1804-1811, kolonat mbajtëse, harqet, tavani, çatia dhe ambientet e shërbesave janë dëmtuar rënd, duke e kthyer objektin në një ndërtesë që rrezikon shembjen. Me gjithë kërkesat e herpasershme nga besimtarët e zonës, shërbyesve të kishës, madje dhe kërkesave të Mitropolisë së Beratit për të ruajtur vlerat historike shpirtërore të këtij monumenti, ende nuk është hartuar një projekt për rikonstruksionin e tij. Sipas priftit të kishës së Shën Nikollit, Atilia, kanë ardhur përfaqësues dhe specialistë të institucionit të monumenteve të kulturës për të parë situatën, por ende nuk ka zgjidhje. Pikturat murale të kishës janë të vitit nga 1806 deri 1811 që kanë përfunduar. Kisha frekuentohet nga populli, shërbesat bëhen çdo javë dhe çdo ditë këtu në këtë kishë. Është një kishë e vjetër, por është për të ardhur keq. Koha ka bërë që kjo ka nevojë për të vënë dorë nga monumentet e kulturës. Ka nevojë për rikonstruksion. Po dëmtohet shumë nga koha që... A keni kërkuar që kjo vlerë kombëtare, ky monument kulture, të restaurohet? Po, këtu kanë ardhur shpesh inxhinierët e monumenteve, drejtori i monumenteve ka ardhur vetë këtu, e kanë parë gjendjen, bilet para një viti kanë qenë dhe është monitoruar edhe me sensor, ka qenë një vit sensorët këtu, që e monitoronin të gjithë lëvizjen e kishës. Edhe pasi i hoqen në këta sensorët, thanë që kjo kishë ka nevojë për rikonstruksion sa më shpejt. Por deri tash unë nuk pa shoh gjë. Ndërsa degradimi vazhdon nga dita në ditë, besimtarët dhe banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje urgjente nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe Ministria e Kulturës, për të shpëtuar një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare në Myzeqe. Një tjetër aksident ka ndodhur në autostradën Lushnjë-Fier, ku përplasën 2 automjete pranë pushimit të shoferit që lan pas një të plagosur. Një aksident është regjistruar tek kryqëzimi i pushimit të shoferit në autostradën Lushnjë-Fier. 2 mjete janë përplasur dhe përpasoi drejtuesi i njërës prej tyre është transportuar me urgjencë nga ambulanca në spitalin e Lushnjës dhe është nën kujdesin e bluzave të bardha. Policia e qarkullimit rrugor shkoi menjëherë në vendngjarje dhe disiplinoi trafikun e rënduar me disa kilometra radhë në korsin drejt Fierit. Sipas të dhënave të para, drejtuesi i mjetit tip Volkswagen ka hyrë në kryqëzim nga rruga dytësore e aksit pushimi shoferit Divjak dhe mjeti tip mini furgon që udhtonte drejt Fierit nuk ka mundur të shmangë përplasjen. Drejtuesi i mjetit Volkswagen është në spital dhe sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas aksidentit në këtë kryqëzim shumë problematik, reagoi dhe deputeti Sajmir Korreshi. Radhë kilometrike 7 km nga Lushnjë deri në pushim shoferit. Rruga që ikën për Vlorë, si gjithmonë ju e dini, çka që bën gjithmonë burimet e aksidentit në këtë zonë të frikshme. Tani sa u hoq makina aksidentit dhe vazhdojnë radhët dhe njerëzit presin prej 7 km. 7 km. Se ju dini që vetëm 200 metra më larg se këtu, përpara meje, po ta shikoni, është ura prej betoni. Ura prej betoni që para 2 muajsh i bëra thirrje përpara Ballukut, dhe pas tani Karakaqit që mos e marrin vende për të fut lek xhep, ormi. Po të bëni një rrugë anësore dhe jepni zgjidhje këtyre qytetarëve se zgjuna.
7 km për shkurt oligarkët do presin sot njerëzit dhe kjo ndodh dhe çdo fundjavë. Një urë, pra një mbikalim që ekziston dhe 2 rruga nësore që s'kushtojnë asgjë, as kohë, as lekë shtetit shqiptar, që nuk asnjëri nuk e çak kokën. Prandaj shiko si është këtu, shiko si do jetë sot, shiko si do të jetë gjatë gjithë beharit. Një burim këtu, burimet, aksidentet janë të përditshme, vdekjet janë të përditshme, jetët që merren janë pothuajse të përdit. Aksidentet ka me persona lënduar, pastaj mund të kemi edhe 4 apo 5 ditë. Ky është aksi dhe kryqëzimi më i tmerrshëm që ka Shqipëria. Kryqëzimi i pushimit të shoferit mbetet çdo ditë një nyje e zezë derisa ARRSH të vendosë të investojë për mbikalimet e autostradës Lushnjë-Fier, të cilat janë të papërfunduara që prej hapjes së autostradës. Ndërnënazi në Fier është plazhi që mbijeton mes harresës së investimeve. Pushuesit kërkojnë investime dhe më shumë vëmendje. Edhe pse ky sezon turistik e ka gjetur sërish plazhin e Ndërnënasit në Fier tërësisht me mangësi të theksuara shërbimesh, pushuesit e tij tradicional vijojnë ta frekuentojnë rregullisht. Pavarësisht se Ndërnënasi ka një vijë bregdetare prej 8 kilometrash dhe plazhi është i rrethuar me këneta e pyje, për shkak të harresës së investimeve, zona nuk përfshihet në listën e destinacioneve të njohura publike për pushime. Sipas pushuesve, një tjetër problematik madhore mbetet segmenti prej më shumë se 3 kilometra që të çon drejt plazhit. Rruga që kalon përmes hapësirave ranore edhe peizazhit të veçantë është një pengesë për frekuentim më të shpeshtë. Kjo ishte një mrekulli që na ka falur natyra dhe nuk e shfrytëzon njeri. Është pa shfrytëzuar. Bashkia s'vedor fare, s'njihet as bashkia asgjë. Është gjuna, turp, shikoj. Ka. Pislaqe. Është turp. Siç ka lënë lumi që derdhin në dimër, ashtu është tani. Pse mos vin deri, ne paguajmë taksa. Po kjo perle bukur nuk vlerësohet nga shteti, për mua. Po të vlerësohet dhe kjo si Semani për shembull, si Pishporua, si Divjaka, këtu do ishe një mrekulli e madhe. Mendoj unë, do ishe mrekulli e madhe, sepse këtu ka shumë njerëz që duan plazhin ta frekuentojnë, por në pamundësi, edhe nga çështje ekonomike, por edhe nga probleme të tjera që rrjedhin me rregullat dhe me domethënë këtu sistemimin e plazhit, e kupton? Rruga ishte shumë amortizuar. Amortizuar është. Ata pakën e sistemuan çik me një gred të tillë tani para një jave, po pse mos vi asfalti? Plazhi tregon vetë se si është. Dikur kur kishte edhe të rinj edhe kështu mbushej plot. Sot ka ngelur mosha ime, vi fusin kem ndërherë tu të rrin 5 minuta sa të heqin ato artritet dhe ato reumatizmat e vjetra që kemi. Ata pohojnë gjithashtu se plazhi frekuentohet edhe nga turistë huaj, të cilët pavarësisht mungesës së shërbimeve, vlerësojnë vlerat kurative të këtij plazhi. Ky është plazhi shumë herë më i kurueshëm nga të gjithë plazhet që ekzistojnë në të zonën tonë, apo si mund ta them unë se para 2 vitesh kam ndenjur me çadër këtu, edhe kanë ardhur nga Suedia, ishin këtu. Ne nuk e dinim gjuhën, të flisnim me ata, po erdhën për të ndihmuar për një lokal. Kur ata thanë jemi nga Suedia dhe i kishte dërguar një doktor i Tiranës që punonte andej. Edhe ngeli shumë i kënaqur me këtë lloj plazhi që kemi ne, se atëherë erdhi një zëtar dhe pastroi pak këtu dhe dukesh një farë soje. Ju erdhi keq që turistët e huaj e gjejnë këtë plazh në këtë gjendje? Ajo është një gjë që të vjen shumë keq edhe të dhimbset, se është gjuna. Gjithë kjo vend, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo hapësirë ngelet në pa vendor gjikundi, çfarë të thuash. Mes grykderdhjes së Semanit dhe masivit pyjor të Karavastas, kjo perle fshehur e Adriatikut vijon të mbetet keqardhja më e madhe e banorëve të Ndërnënasit, të cilët apelojnë për vëmendje nga institucionet përkatëse. Nga kamerat tek gjobitjet, policia e Fierit shtrëngon kontrollet për këmbësorët që kalojnë rrugët interurbane. Policia rrugore Fier, në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore si dhe rritjes së parametrave të sigurisë në rrugë, ka vijuar kontrollin dhe monitorimin e akseve rrugore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë. Kryesisht për sjelljen e këmbësorëve në rrugët interurbane kryesore në raport me normat e sjelljes për këtë kategori përdoruesish të rrugës.
Kontrollet kanë si qëllim jo vetëm parandalimin e aksidenteve rrugore, por edhe sensibilizimin e këmbësorëve për rëndësinë jetike që ka përdorimi nën kalimeve dhe mbi kalimeve në këto kategori rrugësh, të cilat për shkak të karakteristikave teknike dhe shpejtësisë së lejuar, në rast aksidentesh rrugore mund të jenë fatale për jetën dhe shëndetin e këmbësorëve. Policia rrugore Fier do të vijojë kontrollet dhe vendosjen e masave administrative ndaj të gjithë këmbësorëve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe apelon për më shumë kujdes nga këmbësorët, si dhe t'i përdorin mbikalimet dhe vendkalimet e dedikuara për kalimin e rrugës. Disa sekonda të kursyeera nuk vlejnë sa jeta dhe siguria juaj. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është përgjegjësi e përbashkët dhe kontribuon drejt për drejt në parandalimin e aksidenteve rrugore. Siguria në rrugë fillon nga secili prej nesh. Projekt ligji i ri për Bankën e Shqipërisë do të sjellë një reformë të thellë që afrojnë me standardet e Bashkimit Evropian dhe njëri si tjetër është leku digjital. Projekt ligji i ri për Bankën e Shqipërisë i hedhur për konsultim publik sjell një rishikim të plotë të kuadrit ligjor që rregullon funksionimin e Bankës Qendrore duke zëvendësuar ligjin numër 8269 të vitit 1997, i cili është ndryshuar disa herë gjatë afro 3 dekadave. Reforma synon për afrimin e legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian, duke u bazuar në Traktatin për funksionimin e BE-s dhe statusin e sistemit evropian të bankave qendrore dhe Bankës Qendrore Evropiane. Qëllimi është forcimi i pavarësisë institucionale, modernizimi i funksioneve të Bankës së Shqipërisë dhe përgatitja për procesin e integrimit evropian. Projekt ligji zgjeron mandatin e Bankës së Shqipërisë duke përfshirë në mënyrë të qartë përgjegjësinë për stabilitetin financiar, politikën makroprudenciale dhe ndërhyrjet e jashtëzakonshme për mbështetjen e sistemit bankar në raste krize. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me financimin e institucionit. Drafti parashikon një kapital të nënshkruar prej 6 miliardë lekësh, ndërsa rezerva e përgjithshme duhet të arrijë të paktën 5 fishin e këtij kapitali. Gjithashtu krijohet një mekanizëm i detyrueshëm rikapitalizimi nga qeveria në rast se kapitali i bankës bie në nivelin e përcaktuar me ligj. Projekt ligji forcon edhe ndalimin e financimit monetar të qeverisë. Ndryshe nga ligji aktual, ku lejohej dhënia e kredive afatshkurtra për mbulimin e nevojave buxhetore brenda kufive të caktuar, kuadri i ri eliminon këtë mundësi duke rritur pavarësinë e Bankës Qendrore. Njëri si tjetër është krijimi i bazës ligjore për emetimin e monedhës digjitale të Bankës Qendrore të quajtur lek digjital, e cila do të ketë statusin e kursit ligjor dhe do të mund të përdoret krahas paras fizike. Ndryshime të rëndësishme parashikohen edhe në drejtimin e institucionit. Projekt ligji ruan Këshillin Mbikëqyrës me 9 anëtar dhe mandatin 7 vjeçar, por ndan më qartë rolin politik bërës të Këshillit nga funksioni ekzekutiv i guvernatorit. Po ashtu forcojnë kriteret profesionale për emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve, ndërsa rishikohen sistemi i pagave, auditimi dhe mekanizmat e kontrollit publik. Në fund drafti përcakton edhe 2 faza të ardhshme të zbatimit. Një pjesë e dispozitave do të hyjë në fuqi me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa një paketë tjetër do të aktivizohet në momentin kur vendi të adaptojë euron si monedhë zyrtare. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.